ju e shikoni që në lëvizjen bashk, televizionet kombëtare, sidomos Blendi Fevziu, që po bojkoton lëvizjen bashk, nuk i bën asnjë thyrje, që fundit televizioni Klan ka përvetësuar pronat e Shqipërisë kino studion ton dhe nuk e dim se kë ka paguar dhe kush i ka dhënë. Tani ne këta na protestojnë, nuk na lënë, nuk na japin të drejtën e komunikimit, të flasim dhe ne në televizione si kur ne jemi shqiptar. Prandaj juftojmë të gjithë nesër në orën 6 mbasdite te ish Ministri e Mbrojtjes ose Kisha Ortodokse, kush të ketë mundësi mos të mungoj asnjë të vi të shikoj programin që ka lëvizja bashk, sepse nuk e kam me të premtuar, po e kam me të shkruar të zezën mbi të bardhë. Nuk është si këto që premtojnë dhe në fund nuk na kanë dhënë asgjë për këto 35 vjet.